Kënaqësia më e madhe që mund t'i japim vetes është mënyra se si integrohemi në jetën e njëri tjetrit. Është liria më e madhe për të kuptuar se asgjë nuk ka pse na nguc në paragjykime të cilët gjenden ende. Dua ta nis këtë udhëtim ndryshe, sepse bjeshkët e sharit të fusin në ca pauza të gjata për t'i parë dhe gjëra të ndryshe. Le ta quajmë këtë udhëtim shtektim në fshatin Gjerm. Gjerma pothuajse është fshati i fundit, sepse nuk lidhet me asnjë fshat tjetër. Unë nisëm me makinë, sepse dita sot do të ishte shumë e gjatë, dhe kjo edhe më shqetësonte ndonjëherë. Kjo është rruga e cila të çon në fshatin Gjerma. Po ashtu, në vendin ku jam tani, ka dy rrugë. Njëra rrugë në pjesën Majtas të dërgon për në Bjeshk, ndërsa rruga drejt të dërgon në fshat. Për çfarë quhet ky fshat? Kë do takojmë atje? Si jetojnë njerëzit dhe çfarë ndodh sot në këtë fshat që quhet Gjerma? Unë them që të qëndroni me mua. Gjerma gjendet vetëm 9 kilometra nga Tetova. Shtrihet në veri perëndim të Tetovas, në zemrën e sharit, me sipërfaqe prej 14 km². Në lindje kufizohet me fshatin Setol, juglindje me Porojën dhe Xhepçishtin, perëndim me Llacën dhe veri perëndim me Selcën dhe Vicën. Sipas historisë, saktësisht nuk dihet se prej kur daton ky vend banim, por sipas tamponimeve është zbërthyer qelë si i lirë. Gujdhënët tregojnë se emri i parë ka qenë Kulica, vend me gur, kurse pas këtij emri, në për dokumente të ndryshme gjenden emrat Gjerminjë, Djermoll dhe Gjerma. Së pari fshati ka qenë ndërtuar rreth lumit Ferrat të Saitit. Gjatë dekadave toka e fshatit ka rrëshqitur dhe fshati 2 herë është zhdukur. Andaj banorët janë detyruar të largohen nga vendi afër lumit. Rruga e vetme në për të cilën udhëtojmë, dikur e pa asfaltuar, por me histori dhe përjetime të ndryshme, në të cilën bënin pjesë edhe dasmat, ku në kthesën e fundit të fshatit ndalonin kolone e kryqëve me curle e tupana, paralajmëronin fillimin e dasmës. Në shenjë të kësaj, në hyrje të fshatit, kryetari i Bashkisë Lokale të fshatit Gjerm kishte organizuar mbledhjen e të gjithë banorëve, me shkas për të kujtuar traditat e dikurshme. Dhe kjo për neve ishte një befasi e këndshme. Banorët na prisnin. Fshati Gjerma quhet për specialitete tradicionale. Banorët si duket mikpritjen e tyre të madhe janë duke gatuar, duke përgatitur këtu diçka tradicionale për sot. Përshëndetje i nderuar, punë e mbarë. Marë, paç. Kjo është pasur? Pasur, po. Po, po, e tash për sa persona këtu, çfarë bëni, si? Kemi Prej kur ke fillu? Sot kemi fillu, për ka ora 8. Mendojmë kemi bë sa më ardhë ka më hangër, 100, më 200. Po, edhe sa kohë duhet ka më të përkuzim? Po, një orë qaq. Edhe një orë dhe po. E ju merreni në ushqime tradicionale, gatuani çdo herë? Kemi bë para 40 viteve shumë dhe sot e kemi vendosur që t'i bëjmë çdo gjë. Po, do të thënë prej para 40 viteve, edhe sot ka patur një pauzë ndërmjet apo janë hek, kretë në për restorane se ke, kretë në aso, e sot e kemi vendosur, kemi thirë katonarët që ka janë të ranë, të tofe ka mos, e kemi thirë në vend për ndrejk. Mirë, po ndonjë ndarsëm kur bëhet të fshat? Ndarsëm atë kretë banë në për hotelit, jo, nuk interesant, nuk interesant. Si ishte ajo kohë kur... Ajo ku ishe ma mirë nuk ishe, se tjetër gjanë, se atëherë nuk ishe restorane, si sot. Nuk ka pas. Po mirë, ju ku jeni mësuar kështu që të përgatisni? Prej plegjve. Unë ku më kanë në atë kohë më i ri që me të shokët, gjithë u kemi ndihmu atin edhe sot e kemi vendu. Edhe prej asaj ju jeni mësuar nga ajo kohë. Është interesant, është mirë. Po,
kurse për mirë kemi bërë para. Po edhe bëhet e shishme, patjetër. Me shishme se ku do të jetë. Shumë mirë. Mirë, vazhdojmë të punoni, mos i marrim kohë, më vonë do të rikthehemi sërish të provojmë pastirin. Shohim edhe banor tjerë këtu. Mirdita, punë bashkë. Kjo është hath, apo? Si duket vërej këtu se ju që keni një mjeshtër i mirë i havës. Më trego pak të procesin e përgatitjes së havës. Si bëhet, si shkon? Në fillim i fatim vaj, ose të lihi, pa më edhe në drejtë të piqat. Masa ujtit, ma pa i vhi sheqeri. Edhe sheqer? Po. Shta shpa vaj edhe në mënë. Edhe pastaj vazhdimisht do të përzihet kështu, apo? Kur do piqet këtë, të fatim ujt, ma pak 2 orë duhet. 2 orë? Po, ja fatim ujtin, mas ujtit sheqeri, po vendosht të fatim shara, rrështar, që se gjohë. Po, vjen pak me shishme. Po, E mirë, këto kazanët një ndrekin një. Jam prej kohës kaluar, apo? Po, pi moti kime, për para e më darë, pa kitë në këtë ishtë hajna për restoran. Kiti këna pas, ama shta i gjimëtat kënë hukë. Nuk ka. Po, Më trego, si ishtë atëherës kur bëj darsma? Sa kazana mërshit me vete për përgatitjen e ushqimit që ki e di ma mërë se unë, se ki ma i moqë tash, edhe ma shumë 5 kazana vishna, edhe për sëllë edhe për darë. Edhe krejt fshati mblidhe, apo? Po, 4 lagje, 4 mohala, fshati. Do të thotë edhe gratë dhe burra? Gratë veç, burrat veç. Gratë veç, po, ashtu është. Atëherë ishte ashtu, shtaj ja bon. Ta shkrejt bashkë. Po, vetëm gratë, burrat vetëm gjinazit e po. Po, po tash gratë kanë më shumë përparësi. Me që ju jeni më i vjetër, më trego si ishte ajo koha? Ku më e mirë ka gonë që kemi gonë me çfarë jeni marrë? Me bujqime, asete. Dini edhe ju t'i përgatisni këto ushqimet havën, pasulli? Po, i kemi përgatit. Për herë unë më gonë me dë matë mlejt që janë gonë. Ama që 4-3 dhe kusur vetë mos si kemi përdojnë. Si zullë banë dasëve në për restoranë edhe rallë përdojnë. Unë jam e lumtur që sot do e kem rastin të shijoj këto ushqime, sepse pas një kohë shumë të gjatë ka rikthyer sërish në fshat këto ushqime tradicionale. Më tregoj edhe diçka më tepër, jam kurioze të di për të kaluarën e fshatit. Tregon diçka për darsmat. Për darsmat më ndër, ha? Për darsmat? Po, tregon për darsmat. Për darsmat që kështu agon, për para 4 mahallë ishna e grishna katonin këtë. Ajo mahalla të gjë, ato nuk u grishim, ato këtë vëshim pa grish ato hashim, darë hashim, në nësoj hashim. A këndi di grishim ato vëshim me bakshishin. Bakshishe çfarë? Çfarë bakshishe? 100 dinar atëherë ishte, sa ishte. Por i ka arë shumë 100 dinar. Përfërsisht ka 5 euro. Aha, 5 euro. Ato do me ndarë, ma pa në nësëll vëshim. Dhe hanë në nësëll. Ma pa dhe nësin shkujnë marën parakin, me lodra, ma si gjanjash. Ma pa dhe mlidhen krushet, dhe hanë sëll, dhe mlidhen krushet dhe në dhe shkujnë marën nësën. Kur shkojnë ta marrin nusen, diçka mua që më erdhi shumë interesante, sepse në hyrje të fshatit krushqit kanë ndaluar për t'u bërë me dy e dasmorëve se janë duke ardhur, apo? Po, ashtu i kanë përgjullu gjithë. Kjo gjë ndodh vetëm në fshatin gjerë. Qëllët fshata nuk e di. Aja para lajmërim, po, si para lajmërim se është duke ardhur. Në himjen e fshatit, lajmëron nusja atëherë dhe fillon qarë. Prej atje? Pja gjepurinin. Po mirë, me çfarë ka ardhur atë? Me kal. Me kal me duvat kuqë. Patjetër që është dëgjohë e qare nusës, deri këtu. Dëgjohë, apo? Po. Ama përpara, ndryshë kanë konë buka. Bante usos të darshme. Edhe ajë ishte si thjetë si darshmes, i nalë të luatat e në dhëtë të sonë e kini se lonë për zotit darshmes, ndarë, pa bakshisha ishte. Gjithë qati e ishte. Kretë qatë? Ma përpara ishte. E kini mëronja në adhe. Po mirë, me qëfar organizoheshin të darshmes? Tupana, ka pasur, apo? Tupana, urle.
Më pa, të kush kishte mundësi bëjtë me Pilivana. Pilivana, ma se gjë kemi pas pilivanat majrë, kemi pas. Quhet për pilivanat. Kemi pas pilivanat majrë, kemi pas. Dhe tani, a keni mall të atë kohë? A ju merr malli? Pa jo, atëherë, Shumë. ka më të morë malli, këm bo 80 vetë, që dhe këtë fshatë. Shtani që 16 mund kemi të razohë në Drënaveci. Ma në verën e këm bo këto. Po, këto është më mirë, a? Pra, kemi mjellë dhe shka, kemi mjellë që është një që. E ju, me kë jetoni këtu? Kur vini? Kur vëjnë në shpija. Po, me plakën. Me plakën, kemi një ashtë tjero të rajnë poshë. Me plakën. Tani, më trego si u takove me plakën. Sefte? Po shumë jam takuve. Po si? Së takosh në atëherë. Ku pishte takim E në atëherë? plaka është e fshatit, apo jo? I fshatit. E din të përgatisit ajo kështu ushqime si hava, pasuli. Ja, ne të banë ato gjonjat për në shpëri, banë, ma këto Këto specialitete më ndryshe pa. shumë një, ku di bëjnë për në shpëri. Po, janë për shumë persona. Mirë, ne do kalojmë rreth fshatit, të vizitojmë fshatin dhe do rikthehemi sërish këtu, derisa të bëhet gati hapa. Mes, Që ta faleminderit, provojmë. mes. Hajde mirupafshim. Çka është e bukura në këtë fshat, sepse zgjohesh me mendin e një shtektari. Udhëtimit në përfshat do i bashkangjitej kryetari i bashkisë lokale, zoti Ruhan Adili, i cili pritjen tonë kishte organizuar si kur më parë, me banor të mbledhur dhe gatime tradicionale. Fshati Gjerë i ka të gjitha të mirat. Për të ardhur deri këtu, rruga nuk është si rëndom ku shkojnë, por është mjaft komode. Si udhërrëfyes këtu në fshatin Gjerë, ne sot do ta kemi kryetarin e bashkisë lokale, i cili është edhe duke na pritur. I nderuar përshëndetje, si jeni? Mirë, Si kaloni? Shqyqir, falë juve, mirë. Shumë mirë që jeni ka Në këtu. Saba, s'kemi pasë gjumë. Fshatin Gjerë nuk e kam vizituar asnjëherë, do është herë e parë që vi. Dhe që në fillim e vrek të mikpritjen të cilën nuk e kam patur diku tjetër. Vazhdo Ka zotë. pak më interesante, më ndryshe. Si jeni ju? Si e kaloni dita? Mirë, mirë. Jam në trego diçka rreth fshatit. Mirë. Po, fshati zhirë, që është një fshat malor, kufizojnë me ndo fshata për rreth, si që është poroj, kemi Sotolën, nënën e për kemi Vicën, Selcën, Lacën, anësh e kemi lagjen Dronovec. Po lagja Dronovec pak ka një histori pak ma të shmumshme, ato quhen banorët tonë. Lagja Dronovec e në Gjerë mash e vogël, diku 100 shpi ka, po lagja Dronovec kemi të 600 shpi. Po me zemër e me shpirt, për herë kemi kanë bashkë, dhe që gjumi në ka da. Keni patur një marrëdhënie shumë të afërt si banor. Shumë. Kjo është shumë mirë. Mirë. Ju jetoni këtu bashkë me familjen, Po, apo? bashkë këtu, Si po, është zhvilloni një ditë këtu? Po, me që se... E keni të vështirë sepse Po, nuk është shumë afër qytetit. Po, jo, be, fshati Gjerë mi ka, tanë të mirat i ka, po pak rinia ka përla mërgimi, e tash punën... Rinia edhe në çdo fshat tjetër, të gjithë thuajse janë Po, migruar. ashtu ashtu, ne, e vrej mungesën, fshati jonë ka tokën e ka pjellore, i kemi malët, i kemi gujrat, Po. kemi edhe bjeshkët. Janë gjitha të mira. Çfarë vërejta diçka që më ra në sy rrugës kishte shumë gështenja. Gështenjet, po, ashtu Po, kemi bëhen gështenjet. shumë të gështenjat Shumë të mira apo? janë gështenjet. Mirë, edhe sa kohë ka ngelur për të bërë? Po, një dijap, Edhe dijap janë një gati. dijap, kismet. Mirë, kështu që unë do të vi në fshatin Gjerë sërish. Urdhoni me se herë të bëjni. Tani kjo rruga ku do të na ndërgojë kjo rruga? Tash dohen këtu, fshati dohet në 4 muhallë. 4 muhallë. 4 muhallë, muhalla Kareka i thonë. Muhalla Kareka, muhalla Topajon. Tani kjo është mahalla Topajon. Kjo muhalla Topajon, Topajon. anësh kemi një muhallë Haskalar. Haskalar. Pa kemi muhallën
e selmanalarve. Kjo mahallë është pak ma e madhe, po për këse mahallë jam dhe une. Fshati Gjerm ka pejzazhe shumë të bukura natyrore, ajër të pastër malor, klim të përshtatshme, bjesht të larta dhe të bukura, tradita nga trashëgimia shpirtërore dhe kulturore. Por në mungesë të kushteve për zhvillim të kësaj dege ekonomike, turizmi vështirë është i zhvilluar. Po mira, ndodh që të vinë ndonjëherë turistë këtu në fshatin Gjerm? Po vinë kalumë. Vinë ta vizitojnë? Vinë, po nuk ka shumë. Jo, bjeshkën e kimi mirë, bjeshkën vinë, bjeshkën e vizitoj. Jo, po që nga shumë mirë. Ka toni ju në mbilët. Drënë ves në gjerë. Po, nuk ka do të fshat tjetër me të cilin lidhet. Nuk ka, do më thonë, për vetura. A kurse me kam apo me kalë, lidhëne. Kemi rrugë. Për të ecur në kam, do me thonë mund të lidhet edhe nga fshati... Lidhna me Sëtolën, lidhna me Seaktën, lidhna me Vejcën, lidhna me Poroj. I kemi rrugët, po jo me vetura. Është rruga shumë e gjatë për të ecur në kam? Po, diku 2-3 sahat, 2-3 orë. Në shtator të vitit 2000, në fshatin Gjerm, u hap ambulanca shëndetësore e cila ju dhuroa nga shoqata humanitare e Gjermanisë, që njëherë çroi një plagë të madhe të jetës së mundimshme të banorëve të këtij fshati, por sot më kot, kjo ambulancë ishte shndruar në një shtëpi të vjetër. Në fshatin Gjerm është edhe ambulanta, por siç e shihni nuk është funksionale. Në të kaluarën ka patur mjek, por me kalimin e viteve nuk ka asgjë. Sipas dëfterëve të sundimit osman të viteve 1600, flitet se Gjerma ka pasur 10 deri në 13 familje të mëdha, të cilët kanë numëruar nga 30 deri 40 antar. Por krahas shtimit demografik dhe kushteve për përmirësimin e jetës, numri i antarëve të familjeve prej atëherë gjeri më tani dukshëm është shtuar. Por më vonë, shkaku i migrimit të madh në këtë fshat, numri i shtëpive me dekada nuk është të shtuar. Nga ky fshat janë shpërngulur shumë familje, kurse të tjera nuk kanë ardhur. Trojet dhe shtëpitë të shpërngulurve i kanë blerë vendasit të cilët fshatin nuk i kanë lënë në mëshirën e dhëmbit të kohës. Por, shikuar nga historiati, fshati është mjaft i vjetër, ku gjurmët e vjetërsisë duken edhe sot. Shtëpitë e para të këtij fshati kanë qenë shumë të thjeshta. Ata janë ndërtuar kryesisht nga materiali i drurit të hahut, të thurura me gardh dhe të lyera me bal. Pak më vonë, krahas zhvillimit të civilizimit, ata shtëpi në formë kasolle kanë marrur një pamje tjetër. Por edhe sot e kësaj dite, disa kanë ngelur të njëjta. Rrugës mu shoqërua edhe një djalosh i vogël. Ishte Arifi, i cili ishte bërë gati për në shkollë. Dhe këtu me vete e kam ardhmërinë e fshati. Një djalosh të bukur, të i rregulluar shumë mirë. Si e ke emrin? Arif. Arif. Arifin do ta kem me vete sot nga do që do të shkoj. Sa vjeç je Arif? 8 vjeç. 8 vjeç, a shkon në shkollë? Po. Çfarë klasi? Çfarë klasi? E tretë. Klase e tretë. Shumë mirë. E kush ka rregulluar kështu bukur? Shumë mirë dukesh sot. Kështu që unë do të lë pa shkruar për një fotografi me ty. Tani radhën e kishte një familje të cilën si gjithnjë do e vizitoja papritur. Është mrekulli jeta në fshat. Kjo një shtëpi të banuar, është me sa duket familja Latifi. Dhe përpara shtëpisë është duke na pritur e zonja e shtëpisë. Përshëndetje. Mirë se ju gjeta. Si jeni? Mirë, si kaloni? Mirë. Si keni qenë? Mirë. Ana shihni emisionin të njerëzit. Si jo? I shikoni apo? Po. Kjo është shtëpia juaj? Po, s'kjo. Kush kujdesën? Une. Po. Rajat i bëjnë punë të shtëpisë, unë kujdesem me bafqet, me gjoja. Po, pas kim bjerë. Me grosh, me tërma bafqën e kam grosh, kompira. Pjesë e lartë është kreti juaja. Po, jemi, është ajo kitë natë, E në këta në funti, e në qadje kam të shpaj e konatit, nuk kanë këta, e kom mjell. Edhe këto banë kretë prodhuese, banë të mira? Si jo.
Nëna Sherife, çfarë ishe tu përgatitur? Çfarë punon? Po, kom përgatit bakardar, kom bun, Bakardar. edhe një pet dhe e baj. E betër. Po. Po. A për ditë merresh me këto punë? Unë e mire me këtë kolomojt, ata me gjëra tjera nëset. Po, ju e dini, e Po. keni mos shumë të zanat. Po. Po, sa mirë, Qe, sa e kom pastër bun këta qeka. une. Kjo është bakardar. Bakardari një sahat dëzije. Po. E në ma pa dhe përzi që dhe kam. Çfarë ka brenda? Jam bakardar që bansh. Bakardar çuban. Po, i kanë thonë, vera ma kam caue, nana ma spari, ma pa vjera. Po. Kom shku në beshk, unë 15 vjetë kom konë në beshk. Bjesh. Po. Me dhen. Me dhen me lop. Sa Burin kur e kisha. Ma si m'ka vdik buri, ma nuk kom shku. Po, s'ke da. A 15 vjetë kom konë në beshk. Do me thonë ti bjesh ke qenë kur ke qenë nusë Dera ke qenë. e rejshë. Po. I kisha cauët. Ama E sa vjeç u vogjën. martove? 20 vjetë që 20 shtë vjeç. Më trego tash kjo. Shtaj kjo kur do bate një sahatë përzije. unë dhe e përzike, dhe hek posh, e në dhe e përzi, e dhe e vetë lini. Dhe Po, shkrajet me lini, e në dhe e mërsajti, e në babi ju vagje të Ta hani. provojmë, të shojmë shije, bëhet shumë e mirë. Me Shumë. siguri. Shumë. Po, pas Ti ka- të ishna bakardar që u bansh. Bakardar Na shumë dvakët. bash, po. Hajde më trego tani atë kohën kur je martu. Hajde ulën në qëti. Si Pa ishte, kuën të unë në kthej drises pak, mamen. të të kthej në të Po që ashtë kaluarën. ojë në martau? U martau? Ama u taku, tu pat. Po. Si jo. Ju jeni Atëherë ishte, fshati e Gjerë? takum janë në terë ishe, nuk ishte Po, si Gjerë, shtaj. po, ma interesant ka Ka qenë. pajt. Tash nuk e interesant. Dhe da është di bëjsh Sepse ati të lapet qeni. ke shpija, Po, e ne, kur gjanë tjetër. edhe drejt në fonuse. Ju keni qenë vajzë e fshati Gjerë? Po, në të mohallën tjetër. Mahalla Kare. tjetër. Mirë, a janë martuar në atë kohë? Mahall me mahall? Si no, Nuse? ka Po. si jo. Si kishe Denisedi, nuk i kishe fris Denise, Po. e mirë që caucën ati Deri filoni. 4 ti bresa, po. Po, qashtu. Pa dë një një diti, Me çfarë erdhe nuse? Me vetura po? erda me kaj. Me kar. Po. Me fustan bar. No, me dimija. Me dimi. Të babës. Po, pre Me ande. dimija të babës. Ma. Sa mirë, interesant. No, fëstona s'kishtë atere, veç di kishëm. Di fëstona i kom Po, pas. vetëm dy. Qaq. Veç unë, dhe kush tjetër hiq s'kishte. Kishte, sepse unë ndëgjova se është mbretëreshe e fshatit. Nëna Sherife. Po. Mirë, tregom diçka tjetër, kur ishe e re, çfarë mban? E re, ma, më bëjmë laf. Si e re, ma, plaruj të zemra. Si e re, ma, punët me qetë, me sen, dë ndrullë, da asoj. Dhe i bëjsh kita të punët. Vini misafir, plot. A, vishin. Si jo, vishin. Ndryshe. Vishin. A ke Misafir. marrë? Po, a ke marrë për ato? Ka marrë? Po si sëm ka marë. Sa vjeç jeni ju? Shtaj unë jam 22 e prillit këm bon. 68 këm i për 69. Shumë mirë, troni dhe shumë vite. Ndërsa, sa vite ka që u këndruar jeti shoqit? Që 23 vetë, 23 vjetë. në 7 muaj. Po. I ri ka të një. 47. E qeni smu. O smu për 3 muaj ditë ka shko. Se këtu njerëzit zakonisht janë shumë shëndetshëm fshat. Ishtë ne që më ishe boll. Po shkoj me një besht qete, dhen. Po. E di? Po, I dini ju, i kini slimata të punë. Po, Dhen si si jo? qeta. Kor erdh ishte smuaj. A që ta unë shefto afto. në shpenjë. I shefto, e në ma. Ke pak i smuta ashtë në për midisit, u shnosh, ma pa shkoj ko vakët bëji, ma pa ma u smu që ashtë si grip. A smu, kër ana lufta në Kosovë, që të herë, u smu, për 2-3 muaj, shkoj. Që, ka i mokin e tamlit dhe ja hek, dhe ja ap të haje, ka i mokin e Shtuti. kosit e hajte, ki gjoja të ja bëjshëm kësho me ushqimin e... Po, bejo, gjit- si është po. të fshat, kretë shëndetshme. I fort boll ishte, i mat, i trash, sen, kit. Ama, Po ashtu është. Vajmë ka? Fati ashtu e ka shkruar. më shkënojt ishin këto, e qaj shko.
Ju e keni vazhduar jetën, po sa fëmijë? E vazhdova. Di djem kam në dicoca. Dy djem dhe di Të vajza. martohemi Janë kam martuar kit. krejt. Po. Janë këtu krejt në fshat edhe vajzat? Thot ati apo? kam të to. Janë qytet, Po. ata kanë dalë. Po. Po shumë mirë. Qa gjikum martau. Dishtën shkun të posh. Nëse të kam njënën pikatoni, njënën piselce ka. Tre fshati cel. Po. Shumë mirë. Unë nuk naqa me juve, shumë e zonja qenke. Ku e di ma. Unë e ma që me gjemë të kom raue, si më ka disht shpajrti. Po. Gjemë të nuk më kënë ma të retaue. Gjemë t'i kom pas halala, as të mbedhen, as të më përlahën me deka, Po. të mije që të majrë, për ka anë jemi jam e knoqme me gjemë. Keni qenë edhe ju e Me mirë, rejat anda. ma nuk e di më bëjmë la. Po. Me rejat jam Keni shkuar super. mirë. Shumë, shoqe. Shoqe. Unë që në fillim, kur kaloja rrugicës në përfshat, të vizitoja fshatin, djemë të juaj më thanë që mund të vini në shtëpinë tonë dhe të pini një kafe, të na mirëpresin. Po. E kuptova me një herë atë Atë dashuri, knatësien. kënaqësi, harmoni shumë e madhe Po, këtu. po. Këtu në fshatin Gjerë. Shumë jena manjë, shumë. Po, Mirë, tash çfarë do të bani ditën? sot, Po, si do e kaloni ditën? po mirë dhe kalim ditën për merak. Unë e dalë mirë me që të punë. ka bafë që të gruash, nëse të Tash bëjmë është punë. sezoni vjeshtës. Kafën ma bin, ku jam? Po, e bim. E sa mirë. Kafën ma bin. Dëmë kasën buka Ama edhe ju hazër. shumë e mirë. Po mo, E, ku e di? Ku e di? Këna artrojnë me motër, po pa tjetër. këna artrojnë Ati atë me ku mushta, jeton, unë gjithu është? bajnë. Gjona, Po, No, ashtu është. nuk ka Mirë, ajo veç. tasha e keni fillu këto sezonit vjeshtës. po që groshat, Gatitet, groshat. specat, ajvari. Po, një tre speca E kena po. pek, nuk i kena bërë, nuk i kena krije kitë, di, Po. ala kena. I bleni apo vetë cilët i keni bjerë? Po, i blim. Po, I se bli. këtu bëhen shumë prodhime I të bli. mira. Ato gjimajlim ka një trobë majlim për të Po, granë, veç këto. për të ngranë, po. Qepe, speca, e patligjona, ato i majlim vetë. Ato prej. Preshë, që qepët të t'i kalzoj që gjë për t'i gjika, i bret. Janë Qe. po shumë, të mirë. Shumë. Shumë mirë. E bëjmë në tonën e bëjmë. Ka pak, Krejtë e di, juaja. po. E keni menduar ndonjëherë që të shpërngulli dilni te fshati që? Nuk, mu dë një herë këtë caullët thaune, di që këmë sheher. Unë në në gjithë bëjnë një sheher a gjene. Shehera vazdohi Irani, jasoj. nuk Tonë është në e jena ma qenë majrë. Dërajmë në në këta unë herë, ma pa kur dërajt një pakës, do që e babin sheher. Po. Do që edhe një herë, Po, dhe vjen shkojmë. edhe shkolla, do Se vite. shkolla, janë mirë me shkollën, se një mash. Shtaj si kjera herë, unë e kom që u gjallin me dhe. Tani nuk Shtaj është këto ajo dhe kohë. banë, Po. dhe unë gjënë. E tash s'keni Isha. as den as lop. Lop kena. Keni lopa? Katër kena. Ku janë lopat? Dikoli kena lëshue. Janë Po. lartë. A dhe në të shajtë mësile. Edhe bëhet qumshti prej lopëve. Çfarë bani për Po s'bajmë tamël, Po. bajmë klijen, bajmë plot. Kiti kam Po të si mojë. gret ju i bani këta. Po. E rejat e kanë marrë atë mësimin. E kanë Ja si për marrë. shembull Po, bakërdarit. si e di. bakërdari nuk, si kom lanë une. Ama më qolloj. Po më mirë, qolloj. sepse- Po thëm hajde më shajfni se unë do vdes nesër, E s'ka do lipin mësate. gjemt. Po. Se gjemt e ka në rajnin pi. Do të thonë bakërdari në Po, anës. unë e në këshon bëj, e në asoj zije për zigji, i thaut. Çfarë ajo si përzi? Ata e përzish me luk. Bakërdari. Po, e në qesësh luga, e në ata e mërsajt i që hash. A ke jam ma E rana. t'lini nga e merë në t'lini? A Pilopës, unë zblit lijen une. No. Nëna Shërife ishte kaq e mirë, të kënaqte kur fliste, sepse nuk i lëvizte asnjë muskull në fytyrë, veç zërit dhe syve aq të gjallë dhe të dashur dhe me plot mirësi. Nëna Shërife tash kjo? Kjo pete kolomoj. Pete kolomoj. Po. E ke masën kështu Me Po e dim për atë. menën e kam mos. Menën. Ajo është uja? A, u i nxehtë. Nxehtë, ta shkish. E unë ta përzihet i Ha, kam përzihet, bëu. hajde. Hajde. Përzijet, e? Edhe përzihet kështu. Qëra herë kënë bo me pulare.
Polare. E di si ta unë me polare, në ata e di. Ama polare s'kam. E di duhet së në gjeta. Ja, së unë e rëzova. E në më të mirë që ta hine. E kom qitë kësham e baj. Po, Polare e një të se përdo. me lu. Po, E përzi, po. I me këtë si gjia dhe për ti që në të mëcani. O, e shpërndan. Këtë dhe për ti në të mëcani. Po mirë që ka e lehtë, E në a? me dorë dhe e baj. E shpërndan kështu me dorë. Bën dorën me mëj dhe që dhe ta kalëgjë. Të gjoja ti bajone, në sot nuk i kom shtojnë për këtë gjoja. I Që baj nga vetë. interesante. Po, që me vartë. Do me thënë mieli kolomajt dhe ujë nxehtë. Po, ujti ma të vluë. Po. Ma i po mofto pak shtajnë. Se kërë me ti. E tani? Se no, që nga kjo? Po, për flinje. A për flija? Për Po, bajt flija. Po, A, bëhet i mirë fli. po si nuk bëhen marin se këta i ti e ki gjojat. E ku e vendoni flin jashtë, a? Për jashtë e baj. Po. Që të shpaja di për ti. Shpaj vjetër kunatit. Ata i baj. Ujti ata i sen ata i. Po. Edhe tash pak vaj këto. E li pak të nëzoja. Edhe pastaj sa kohë duhet për t'u përgatit frikë? Që, nuk shkon 10 minuta. Me një herë, Po, po. po. Tash kur vin dikush paftuar me një herë mund t'u bash. Si jo? Kush e lipën, si jo? E mielin ku e merrni? E blin? E blini? Po, Aha, nuk e boni dhe. jo. Shtaj ma kollaj Tash- ka dalë. Po, tash janë krejt të Po, gatshme. po. Kështu, nga pak a pak. Po. Edhe ajo pastaj shpërndahet. Kjo dhe bon është e kolja. Ma pa di plugi presh me kos, me gjiz, me gjidush. Këto gjoja ti ka me motër kit. Nuk i blej. Ruj Preshet lop, ato. e në ki gjoja ti kam. Shisa miru ba. Po, që. Nga pak edhe pak. Polareja qëra here, ma zamet. E kënë bo qonë polareja në ma pe kënë morë një pi. Me Ne pi? E kënë bu këshon, e ne e kënë qitë. E kënë bu këshon, që kënë morë polareja në të mëcoj. Aha, ma vështirë ka Po, që. në të mrjetë ta ura e ma pa praplip të bënsh. Oh, A kjo, që, ma kollaj s'ka. veç e bën kështu. A u shpesh djali ma në ngërkor? Bërë, Po, në kur hahet më shumë të kjo? Mëngjes, mbrapa? ka drekët. Ka dreke. Drek, Po. sa më herët të në ne. E këtë kushua ka mësuar? Vjera? Kum qëllau e në une. Po i ke pa. Kitë vera, sasojnë po, i kum cau që është une. Pi nonës, pi verës, pi sheqerparët, pi verës i baj. A, e boni edhe sheqerpare, Po, ha? po. Bëhet e mirë dhe ajo me siguri. Shumë. Ju shkon kanë shumë për dorë, gjitha. Tash ke vendohet për sipër. Midis. Presh me kos. Edhe u boma. Nuk, Ndeka. alaka. Sa herë në javë e boni këto? Shpesh më javët. Ne halë këllë mujta. Shpesh halë. Ja e mësova edhe unë tani. Po si bëjni ma ju? Pe më qojshë ma si bëjni ju? Duket si shumë e mirë, shumë e shishme. Unë me zi pres ta provoj.
Ja dhe si ta morra recetën unë tash. Shumë kollash tajne. E në ketë nuk se asoj, në ketë vete kum përvau. Ketë këshon. Qëra ere bëjsh adhi si vera gjë ka bo me purare. Shtahine jomi. Shi që dë bëhat. A dë gjudita se ku e di shkomën e ki. Ndonë të njerë, s'bate mire. Për kamën e lejet. Nëse e keni dë bëhat. Mirë të shonë. Duhet të keni kamën e lejet. Ili mundau për ja gje. E mirë, ndryshe, si do të njoftoheshim në dyja? Kur një herë. Kjo qëfar ban? Kja harxhavel. A i toni është ta? Nuk e di. Qëfar kam brenda, jogurt? Kosi kum shtoni e bëjnë këshon me ketë. Kosi me qëfar? Veç kos kam brenda? Kos, që isto kosi. Veç kosi. Dhe bëjnë harxhavel? E ne që ja fugi këshon. Po pas ka pun. Ma pa dhe mërsaj të isto me të linjen kur dhe piqet. Po nuk qenë ka edhe le. Që tash 10 minuta. 10 minuta. Edhe tash? Edhe tash. Hajde të dyja. Dhe shti. Që se e nxehat ajo. Dhe leqë. Vini shto se në ti që të rëtun ti. Ka jo. Se në dhe bash. Hajde, bash të dyja. Derisa bëhe gati piteja, ne do pinim një kafe të përgatitur nga nusje e djalit të saj. Sa e bukur ishte jeta në këtë fshat. Kjo kafe e pin çdo ditë, po? Po. E pin shumë? Ndreko bavezno. Po. Nga sa kafe i pin dit? Di 3. Nga di 3 kafe. Po. A bimi sa pjetë prej poshta? Autën e vajnë plot. Vajnë. Po, se shka për rrugës ishte pak me këtesa. Kam familjen kitë, burit kiti kam të to. Po, vinë ato prej qytetë. Konetnit, po. Mirë, ata cilët janë qytetit tu duket shumë mirë, fsha. Po si jo? Dimrit si është këtu? Po një tauj se shto këta 5 vest ka pas shumë dimën. Kimi kanë shumë mirë. Po dimnit ne se morën vesh në dronë plot. Si himrena kamini bumlon. Grohët. Pa i kape, pa i qaj, hargjonja. E në shkonë mazdarkja. Mirë, do vejmë do njerë dimrit. Kur dush. Bojrën kur dush. Më bëri shumë përshtypje familja Latifi, komunikimi dhe lidhje e fortë që kishin me njëri tjetrin. Në na shërej po unë do të shkoj tash. Faleminderit shumë për rritje. Qofsh me shëndet, me një gjallë, dhe uroj të qofë ndonjëherë sërish, Inshallah, dukën ju pe. Një përshtypje shumë madhe. Faleminderit për mikpritjen. Faleminderit që më pranuan shtëpinë. Hajde, miru pafshi. Ska gjon. Kalofshi mirë. Hajde, mi ju dhe marë. Zoti ndonjëherë bën mrekullira, nuk të lën ares, pa të deklaruar shpirtin e bukur në çdo rrethan. Njerëz me një shpirt shumë të pasur. Do vjonim rrugën më tere fshatit. Gjermë është mjaft e pasur me ujë. Ajo në çdo kënd të saj ka edhe nga një burim. Të gjitha këto burime derdhen tek proroi Renajmit.
përoj i xhamajës, përoj i madh, përoj i peshtiqit, përoj arbalinës dhe përoj i geringës. Më pas, të gjitha tubohen dhe derdhen në lumin e Gjermës, i cili më pas kalon në përfshatin Poroj, Trebosh dhe derdhet në lumin Vardar. Kjo është mahalla e Selmanallarit. Mahalla e Selmanallarit. Si mahall pak më e madhe. Është mahalla në të cilin panoni edhe jo. Po. Pas ka edhe krua. Po. Ka qenë çdo herë ki krua. Po. Si mas zonave, letrave, që qesën në që nuk ka da, po që tretin vëtë, ka konë qesën mahall. Po. Tanë mahalla... 200-300 vjetë ka, du me thënë kjo. Që të 200-300 vjetë. Po, këtë qeshëm, e ka brok një farë Selman plakë jone, e ka blije këtë ujtë, i thujna një ujtë gumije. A dje ka blije 3 lira për mahallën. A kuj ka mora të pare, nuk e di, a i ka blije me iniciativën e banove, po gjuja se i thonë qeshme Selmanallarit, dhe kjo qeshëm është... Ujtë tani këtu është i pishëm, apo? Ujtë i pishëm, di qeshma janë të ujtit, a kia është i burimit. Një është prej burimit, po... Ato dhja janë ujti i qatit. Po. Dhja të qatit. 3 herë, 4, duke ta mere me ta o, ka konë të kush në harë. Po, pastaj keni ndjeri ju pëndej. Rrugës, pastaj kjo punë kese strajk në 4-5 dhe gjë amarohëshë. Po. Edhe nga në drejton kjo rrugë tani. Jo, shkojnë tash kemi një zomë, konaku. Çdo herë në lëshëria, po shëshëria më lidhë, po bëjmë tishka. Mahabete, njarja, e tash shkojmë të konaku. Gjerma ka një thesar të pasur të trashëgimisë shpirtërore, i cili me krenari dhe për kujdesje të jashtëzakonshme është ruajtur dhe trashëguar brez pas brezi. Fshati është një dëshmi e gjallë ku shihet se si është ruajtur autoktonia dhe vlera e madhe shpirtërore dhe materiale e traditës popullore. Këtu haset folklori për fëmijë, të rinj dhe pleqëri. Lojrat popullore, ritet, këngët, vallet, humori, alegorit, sarkazma, dialogjet dhe shumë të tjera. Folklori këtij fshati ka vepra të mrekullueshme dhe na mundëson që të bëjmë pa pengesa. Një studim të mirëfillt, të trashëgimisë dhe pasqyrës së jetës shpirtërore e materiale të fshatit Gjermë, për të gjurmuar ngjarjet më të rëndësishme të historisë tonë, nga e kaluara dhe përditshmëria. Këngët që janë kënduar kanë qenë të lidhura ngushtë me punët e ndryshme, në bujqësi, bliktori, zejtarisi dhe të jetës së përditshme, gjë që edhe sot banorët ishin mbledhur, të rije të moshuar, ku nga larg dëgjoi zëri i këngëve dhe instrumenteve të tyre. Banorët të tjerë të fshatit janë duke na pritur. Tek konaku. Shkojmë tek konaku. Konaku i fshatit. Ovasya dino boire, nino bore nise. Ewa konfitele, edavatya dieba, ewa triehero oper. Miko jam fige Vogliamo aprire per
miko jam figen. Te moj të marsi Hajda gjithi o mirë papilose Papiloj gjithi mirë hajdo O kresi po shkallë kalon Shqiptaria më kanë morë hove Kanë morë hove gjemet e shqiptaris O me bashku e tokat e shqipnise Me trima nga këto vojni Besën e zotit ata me dhani Një flamur trima që në bidu O për këto drojnë kena me luktuvi Jone bashku Një ushtriove kanë formuve Një ushtriove pastar shqiptare Ashtë të rria shqirimtare Luftë me Shqipen s'muj keme hije Shau me Shqipen s'munde në luftën të Ka tjere vane tajti me kërkun të Aeropilana ton nga Rusia E shumë ore mu nga shtetet e tjera Nga Ukrajina helikoptera Shqiptarta ka me shkatrume E po e shqiptar të bora e kaledar Ka da në shkaboti ku po e shkone Ne këto dëruje zgudzone me Shqipëni Fshati Gjerm njihet për legjendat. U ndërta është njëra nga dashamirët e mëdhej të dasmës. Nuk mbahet mend që janë organizuar dasme ata të mos janë thirrur në ftesën e dasmorit. Ata kanë qenë mikpritës të vërtetë dhe kanë ditur mirë të organizojnë dasmën. Ceremonialet e dasmës kanë qenë të shumta.
Tradita dhe zakonet këtu janë të mrekullueshme. Trimëria, bujaria, kënga, vallja dhe folklori që nuk e zbën kur kohën. Tradicionalisht, njihen 9 deri 12 valle burimore në fshat, bashkë me shoqërinë kulturore artistike, Burimet e Sharit. Kur flasim për traditat, është shumë e rëndësishme të përmendet doke zakonet tona, siç janë, për shembull, dita e luleve, i themi na. Është ndë dita e luleve apo ka qenë të kaluar? Pritja e natës së Shën Gjergjit është bërë në katonin tonë, në veçanti nga të gjithë Balësia. Në Prizren ka një fshat që e bën këtë, po tash jo, kuptohet tash jo. Ka qenë rrit jashtëzakonisht i vjetër shumë, do të thotë 1000 vjet tonë ajo, që po ta çojmë në radh, do të habiteri se çfarë shenjesh ka aty. Si ka qenë natë Shën Gjergjit? Çfarë bani? Ditë e luleve, vasha, dilnin, çfarë kanë bërë? Gjepë dhe vajzat janë mbledh ditën e luleve. Gjerma janë zhvilluar sporte të ndryshme, si kërcimet, shahu, mundja, vrapimet e kuajve e tjerë. Gjerma ka kultivuar numër të madh mundësish, si Aslan Rizvani, Nebi Kamberi, Aliman Abdyramani dhe Ramiz Tahiri si një sportist i dalluar i fshatit. Në qendër, banorët vazhdonin të mblidheshin edhe më shumë, ndërsa ne do ndalonim edhe në familjen Ismani. Avzi Ismani merre me bujqësi, edhe pse në vitet e hershme, pothuajse vetëm nga bujqësia kanë mbijetuar banorët, nuk ka patur tokë e cila nuk është lëvruar, edhe pse kohën e fundit të rrallë janë ata që i punojnë tokat. Më herët është kultivuar duhani dhe lini, por sot e kësaj dite më të njohura janë patatet dhe grosha, ndërsa gjatë sezonit të verës kultivohen shumë pemë, si mollat, dardhat, gështenjat e të tjera. Kjo është shtëpia juaj? Kjo është shtëpia jote. Mirë, re qenë ka, tash e keni ndërtu. Po. Shumë mirë. Paski 200. Ose ato paski, plot. Këto e kimi në blejt, qerat i kimi qëtër kumë. Këto i kimi pronë vetëm për t'i ushtrau fëmijët, se si punohen. Po. Aha, edhe shumë të mbjella paski këtu. Krejt veti, kujdeseni për këto? Për gjithë këto të mbjella, krejt veti kujdeseni? Për bafqën shoshqa. Po, bashkë të di. Me kë jetoni këtu në shtëpi? Me kë jetoni këtu? Po, fëmijët janë këtu, dinose i kam edhe digjen. Nga janë bletët e një? Do janë qepë. Qepë, shajfi qëta? Shqipni sa të mdhaja qepët. Ua, nuk pas kam parë. Mere një, mere, qi mere be. Ua, shikoni qëfar. Ka falë zoti, interesant, bio, qepë. Do të ta marron. Mere. E si mundet kështu? E duhe të një. Qëfar ka tjetër? Qëfar keni Ton mirë? kumpirat i kimi shkull. Arat janë shtu, mollat, polefenjat i kimi mirë. Krejt kjo bori është i juve? Kita e joni kjo. Paski kjo. Po i ri, kur kum konë shkollën fillore deri klasën 4 e kum ba këtu. Këtu më shakë. Qetër kum konë 4 vjetë më poroj, kum shku në kamë, kum ahtër më të Po, poshtë. të regonë edhe disa banorë të tjere. E mra, pa mas generatave tona u formau edhe klasë 8 këtu, edhe fëmijët vazhdojnë këtu. E me bujci, lokë, dhe në keni parë? Kimi dhe në që do të Keni qoj. edhe dhe? Lokë dhe në s'kimi, lopët, nalti kam. Janë atje më lartë, Ma jo? që Sa nuk lokë nalti. keni? Nja kam pa e kum shua, ajo shkon në merë të amlin në kësha me be. Po, sa litra i bën? Po i ba një 15 litra. 15 litra, qëtë dita? Po. E që i bëni qështë? Po jo e bëjmë gjis, jo u shesëm ka nevoj të një fshatar që s'ka mundësi, ja shesëm edhe ati. Shumë mirë. Diku i ndihmojmë. Ndëruar ne do t'ekim tani. Do t'ekim. Ani, nuk ka problem. Shkojmë të e fshatin, falënderit për mikpritjen. Nuk ka problem, kur doni derën qele ti. Falënderit shumë, kalofshi sa më mirë. Falënderit. Në fshatin Gjermë, xhamia dukej si një vepër arti.
e cila qëndron si një çati, duke i dhënë Gjermës një pamje edhe më të bukur, e cila duket sikur të bekon sapo e sheh. Xhamia e fshatit Gjerma ka një rëndësi shumë të madhe për banorët e këtij fshati. Kjo xhami është rindërtuar që nga viti 1989. Përgjithsisht kontribut të madh kanë dhënë të gjitha ata të cilët kanë emigruar jashtë shtetit, por edhe ata banorë të cilët jetojnë këtu në fshat dhe kanë çdo lloj ndihmëse për të rikonstruktuar xhamin, e cila është me 2 kate brenda. Se i takon dritareve ka 14 dhe prej këtej, përveç besimit të madh, të lartë në Zot, mund të shquash dhe një pamje të mrekullueshme. Zoti na ndihmon të gjitha. Uh, 22 vite jeni do me thënë imam i xhamis. Po. A ka xhamat të fshat? Ka xhamat, nuk jemi pa to, mirë po në kohën e fundit kemi shpërngur, do të thotë shamta, edhe emigrimi, do të thotë edhe ajo e bën të veten. Kjo ka bërë që ka paksuar edhe xhamat? Me siguri, po edhe fëmijët do të thotë që i kemi në mekteb edhe xhamatin në xhami. Do të thotë juve dini se në fshat jemi të krejt të konfesionit të islam. Po, të gjithë muslimanë. Edhe ne xhamia do të thotë ka qenë sa e madh mend, ka pas xhami këtu, edhe xhamia ka luajtur një rol shumë të madh do të thotë në aspektin edukativ. Do të thotë xhamit ne nuk i përdorim njerëzit për të ndërtuar xhamia të mëdha, mirë po xhamit i përdorim për të ndërtuar njerëz të mëdhenj. Ashtu është. Edhe kështu që neve këto do të thotë të bëjmë edukimin e gjeneratave të reja, po me fëmijët, edhe me ato më të moshuarit. Ka gjenerata të reja të cilat mësojnë leximin e Kuranit? Po kemi edhe ata edhe paradite. Kush i mëson ata? Ju i mësoni? Po. Ka 2 ndrime. Kemi po me ndrime. Edhe kështu që mendoj se xhamia ose mektebi ka luajtur edhe një rol shumë jashtëzakonisht madh, si do thotë është përdorur edhe në vend të shkollës, edhe kështu që gjenerat mas gjenerate janë edukuar, do thotë fëmijët, gjeneratat e reja, edhe ato më të moshuar. Udhëtimi ton po i vinte fundi. Dielli filloi të perëndonte, por nuk do të iknin pa vizituar edhe shkollën e fshatit. Deri në vitin 1946, Gjerma nuk ka pasur shkollë. Në fshat ka mbretëruar analfabetizëm i vërtet. Pas çlirimit në vitin 1946, në fshat hapet shkolla e parë shqipe, e cila ka zhvilluar mësim në ciklin e ulët të shkollës fillore. Mësuesi i parë ka qenë Bajram Selimi. Shkolla ku është zhvilluar mësimi më parë ka qenë vendosur në mes së 2 lagjeve më të mëdha të fshatit, rreth skodrave mbi xhamin e fshatit, aty ku sot gjendet objekti i ambulancës shëndetësore. Mësimi i asaj kohe ka vazhduar deri në vitin 1974, në kushte mjaft të vështira. Pas këtij viti cikli ulët ka kaluar në rankën më të lartë, duke u zgjeruar deri në klasën e 8. Në mungesë të lokalit, shumë gjermas të rinj arsimdashës për ta kryer shkollën e plot fillore janë detyruar që të udhëtojnë për çdo ditë nga 16 kilometra rrugë në këmbë, prej Gjerme deri në fshatin Fqinjë, Poroj dhe Anasjellës. Gjerma edhe sot e kësaj dite nuk ka lokal të mjaftueshëm shkollor. Aty ku zhvillohet mësimi, kushtet janë shumë të vështira. Mësimi zhvillohet deri në klasën e 8, por vendi ku gjendej shkolla ishte shumë larg fshatit, gjë që më habiti shumë. Në hyrje të shkollës Gjergj Kazriut Skënderbeu, na priste përgjegjësi Fatmir Saiti. Të jesh përgjegjës në një shkollë periferike e fshatit Gjerm, me emrin Gjergj Kazriut Skënderbeu, është një kënaqësi e madhe të punosh për nxënës, të nxjerrin breza të ri,
do më përkushtim shumë, e mbaj mend unë kur isha sikur në Nxënës në këtë shkollë, ka pas mbi 200 nxënës, tash me gjithë këtë emigrimin, numrojmë 90 nxënës parafërsisht. Po, 90 nxënës. Do të thotë edhe ju e keni ndjekur mësimin në të shkollë? Edhe unë kam qenë nxënës i kësaj shkolle, po tash fati e dashti që unë edhe të kontribuoj për këto nxënës në këtë shkollë, dhe jam shumë i kënaqur se këta mësuesit që i kam pas mësues arsimtar, i kam edhe koleg tani, po, jam koleg e këta. Dhe tani si është kjo ndjesia? Ti je koleg? Ndjesia nuk përshkruhet, sepse jemi mësuar të na mësojnë ata neve. Tash është një kënaqësi e madhe që ne bashkëpunojmë me ata mësuesët që të nxjerrim breza të ri. Sa klasa ka kjo shkollë? Shkolla joni ka nga një klasë, nga një paralele, nga e para deri te nënta. Çdo njëra prej tyre numëron nga 6 nxënës, nga 10, kemi klasë është edhe me 15 nxënës. Jemi të kënaqur me numrin e nxënësve. Me gjithë këtë emigrim që është këtu në vendet tona. Mirë, shkolla qenë ka e mirë. Shkolla në vitin ka qenë e amortizuar. Në vitin 2004 kemi një ndihmë nga USAID që e ka renovuar shkollën. Është barak, po është shumë e përshtatshme. Tash me këto kushte që i kemi në vendin tonë, është e përshtatshme për punë. Po, sa ndrime ka? Sa ndrime? 2 ndrime. 2 ndrime. I kemi ciklin e lartë, kemi paradite dhe cikli i ulët është mbasditë. Eja se të pres, te guri i malit, e jam shatin tim, si më dojë që i mali. Gjerma është me madhe nga që mund të imaginoj. Gjerma të zhytë në mendime, se sa shumë të mira ka, dhe se si ajo të prezenton me të shkuarën dhe të tashmen, me kaq shumë dignitet dhe dashuri, me kaq njerëz së zemërbardh që ishin tubuar pothuajse gjithë për darkuar me ftesën nga kryetari i bashkësisë lokale. E çuditshme se si po e harrojmë këtë tokë historike dhe bujare. Ajo të përkund dhe duket sikur nga bjeshkët e larta të thotë, mos u ndje hiç me faj. Këtu jam e do të mbetem derisa të gjithë më vizitoni e të më doni. Erdhëm me ditë dhe detyrimisht do të largohemi me ditë. Çdo fshat në fakt ka identitetin e tij, por këtu në këto bjeshk në Gjermë, ti vëre dhe kupton se sa e rëndësishme është të ruhen traditat historike. Një fshat që i ka mshuar gjithmonë trimërisë, mikpritjes dhe bujarisë së banorëve. Dhe pa dyshim, unë do të shoqërohem deri në një moment të caktuar nga kryetari i bashkisë lokale dhe banorët e tjerë, të cilët i falenderoj shumë që ishin udhërrëfyes të mbledhjeve të këtyre banorëve të vështirë deri diku. Me një karakter të hekurt dhe po ashtu kryetari i bashkisë lokale dhe i nderuari muslitë të cilët organizuan në një formë perfekte këtë udhtim, nga i cili unë shpresoj shumë që të ketë shërbyer për diçka. Duhet kthyer syt nga ky fshat, e lumtur që u bëra pjesë e këtij fshati. Fshatarët tonë janë kaq të vegjël, por janë thesare që ndriçojnë vendin tonë, të cilët nuk i pas kemi menduar kur. Gjithë të mira dhe faleminderit shumë. Faleminderit për mikpritjen. Kalofshi sa më mirë.